Përfaqësuesit e Drejtorisë të Ardhurave Publike informuan se janë vazhdimisht në terren për të ofruar qytetarëve udhëzime praktike për deklarimin e të ardhurave që personat fizik realizojnë nga dhënia me qiraja apartamenteve, banesave, shtëpive, weekend shtëpive, dhomave dhe kapaciteteve të tjera të akomodimit, si dhe nga veprimtaritë të tjera sezonale të lidhura me turizmin. Të informojmë qytetarët e Tetovës dhe rrethinës, të cilët si gjatë të verës, po ashtu edhe gjatë të dimrit, përshë që e dimë se Tetova është në afërsi të Kodrës së Diellit, vend turistik dimëror, për në të cilin vend, po ashtu edhe gjatë të verës edhe sezoneve tjera jepen villa, apartamente, banesa, dhoma me qira. Po ashtu përveç për Kodrës së Diellit ka qytetarë në Tetovë dhe në rrethinë të cilët japin edhe banesat dhe villat e të njëjtat objekte të patunshme edhe në territorin e Tetovës. Deklarimi i të ardhurave nga qiraja ose nën qiraja bëhet në mënyrë elektronike përmes sistemit e-shërbime tatimore. Qytetarët që janë të punësuar ose që tashmë kanë përdorur sistemin për skanimin e kuponëve fiskal kanë profil të krijuar, ndërsa ata që nuk kanë profil duhet të hapin një të tillë për të deklaruar të ardhurat në kohë. Të gjithë qytetarët të cilët realizojnë të ardhura nga dhënia me qira dhe nën qira të patunshmërive, ata dhënia me qira në afat më të shkurtër se 31 ditë, janë të obliguar që deri në datën 10 të muajit që pason, të deklarojnë këta të ardhura. Këta të ardhura deklarohen në mënyrë elektronike në sistemin e-PDD, në të cilën të gjitha të qytetarët të cilët veç janë shfrytzuar të këtij sistemi, me të njëjtin profil që shfrytëzojnë për të skenu llogaritë fiskale, me të njëjtin profil, me të njëjtin akaunt, mund të kiqen dhe të deklarojnë edhe të ardhurat prej qiras. Ndërsa ata qytetarë të cilët nuk janë të regjistruar, duhet të regjistrohen në portalin, e-PDD, pas regjistrimit të tyre, duhet të shkojnë personalisht në zyrat e Drejtorisë të Ardhurave Publike, të konfirmohen nga një zyrtar adekuat i cili është i punësuar në atë zyrë, dhe pastaj me konfirmimin duhet të kiqen në profilet e tyre dhe në seksionin ku është për dhënie me qira të objekteve, të kiqen dhe të deklarojnë ata të hirat të cilat i kanë realizuar për muajin paraprak. Në raste kur qiraja zgjat më pak se 31 ditë gjatë një muaji, deklarimi duhet të bëhet deri më datë 10 të muajit pasues. Kur pagesa realizohet përmes platformave të huaja, afati është gjithashtu deri më 10 të muajit pasues pas pagesas. Tatimi i miratuar duhet të paguhet jo më vonë se data 15 e muajit për muajin paraprak. Për shembull, nëse një person gjatë dhënies me qira apo realizon edhe të hira të tjera, dhe këta të ardhura gjatë një vitit kalendarik, ose edhe më pak, kalojnë limitin i cili është me ligj i kufizuar 10 milion denar, ai person atëherë automatikisht bëhet edhe obligues tatimor për qëllime të TVSH-s. Të gjithë këto persona të cilat e kalojnë këtë limit në bazë të ardhurave të tyre personale, janë të detyruar që të plotësojnë formularin TVSH 01 dhe të dërgojnë në zyrat më të afërt të vendbanimit të tyre të Drejtorisë të Ardhurave Publike. E njëjta mundësi mundësohet edhe në mënyrë të paraqitjes në mënyrë elektronike në e-tax. Tatimi mbi të ardhurat personale llogaritet mbi të ardhurat bruto, pra mbi shumën totale të paguar nga mysafiri. Nga kjo shumë zbriten 10% të shpenzimeve të njohura, nëse objekti jepet i pamobiluar, ose 15% nëse objekti është i mobiluar. Drejtoria e Ardhurave Publike vë theks të veçantë dhe të dhënia me qira përmes platformave digjitale si Airbnb, Booking, Facebook, Kayak dhe platforma të tjera. Nëse qytetarët nuk i përmbushin detyrimet tatimore, ligji për tatimin mbi të ardhurat personale parashikon gjop prej 50 deri 250 euro në kundër vlerë të denarit për personat fizik që nuk paraqesin deklarimin për të ardhurat nga qiraja ose nën qiraja.